Të gjithë e dim tashmë që shoqëria jonë po kalon një periudhë problematike dhe me shumë stres. Ndaj nuk dihet qartë se cili ka më shumë nevojë për tjetrin, psikologu për pacientin apo pacienti për psikologun. Gjithsesi, e rëndësishme është që ata janë gjithmonë të dy bashkë dhe për më tepër, sonte janë rikthyer në Portokalli, pacienti psikologu. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. Qa ke që shefti? E kam shpin ke zoguzi. Ti shkullë dhomët një ka një. Po dushti edhe seri. Ma më qesh mu se të zgërdi. Djalosha! Pas ke ardhur, djalosh Pa, më thuaj, si je sot, do më dhëmë si je, po e fjallë si je, sot si je. A do më lesh ta them si jo? Më thuaj, keq jam, keq. Shumë keq jam. Mirë, djalosha, më shty... Ja, më s'kena pun tjetër, është shty. Më shty pak, djalosh, po. Më shty. Më shty. Ka e në kërë. A që Bukur, djala. Po umë se si dalë knekti, më. Zot në rrë. Djalosh. Me qëra fjalla, më thuaj, po ty, qëtë shty u që të vishka I shpejtë, djalosh? Po këtes pa morë vesh, pa qam shty u më ardë, morë burë dhe jo. Pa për I gjarë është mirë. Më soli grue jote, kalipis. Trauma, mor djallë. Mi më trego qëfar problemi ke djalosh? Tashi, gjysma e trupit, s'ma pranor gjysmën tjetër. Pa jam mirë tashi. Ma vjen keq, nuk e kam fajnë unë për këtë djalosh që ti e mirë. Mirë, dakor të le të bëjmë së bashku terapinë e lishartses. Ulu në këmbë, ulu, ashtu. Djalosh, unë po të ri pak nga mbrapa. Për që këti. Po. Se më ri gjithmonë nga mbrapa ti mu. Se mos ma keme të fut më. Po jo, djalosh, unë do të ri nga mbrapa me qëllim që të të shty, më kupton? Sepse djalosh terapia e lishartses do të kompensojë, më kupton? Qatë më kompensoj, ka qeveri që kompensoj mua. Po na ikin vitet si pikat e shurës, ti nuk kompensoj. Nuk më kuptove, djalosh, pa thoja, terapia e lishartses do të kompensojë boshllëqet e fëmiris. Më trego, djalosh, ti si fëmi në shpinë tënde, si je si fëmi? Mirë, sa hynë shpi, baba thot, ky quni, ky të ndryqo shpinë. I le gjithë dritat nëzë, burë. Ka që janë bë faturë dhe burë. E kuptoj. Pa edhe kur s'kina drita pagujmë lek në më. Problemës, më kujtove djalin tim, djalosh kam një djallë në shpi djalin tim, po çdo dite më shumë më ngjanë shumë mua si 2 pika ujë. Sa ke që shkrejt. Po. Strëngullohet farë. Djalosh, po flasim për tjetër gjë, po thoje faturat, dritat, mor gjallë, bota ka rënë në një krizë ekonomike. Besoj se kjo ndikon edhe në kriza shpirtërore personale. Nuk e di, djalosh, ti e ke vënë re se si është ngritur Kastraveci. Çmimi I Kastravecit ka vajtur për shembull 2500 lekë, djalosh. Ja, unë pa para 2500 lekë, be 5 bidonat në lejë, uje, fleme e. Po pëse s'blin 1 kile Kastraveca? Kastraveci ujë është, Kastraveci. Dakor, Kastrave, vazhdojmë. Është një krizë botërore, ekonomike, dollari, nafta... A qaj nafta, a ne ullet këtu ngrejt, o borë. Ti si e bo me naftën të shi kjo ngrejt? Po, djalosh, që rëndësi ka nëse nafta ngrijet apo ullet? Unë, djalosh, afro të them diçka. Unë gjithmonë 10.000 lekë jetë makinës, po më kupton. Nuk s'ka problem për mua, djalosh. A ik për leshkë, së shmirë hajë. Më trego, tjetër, që problem ke? Më trego për shembull kur zgjohesh, çfarë ndodh me ty? Tashi, kur zgjohem, shoh diellin, më shef edhe ai, mirë jena. Shumë mirë.
Mos ne më qifet me pa malit, më burë. Po, Mora me la bicikletën ke lavazhi, normale. shilloj të binte fi. Po kaq binte shi ka piju të burë. Shinte binte për qep të vetë. Po. E do me thonë që moti është i paqëndrueshëm. Ashtu është, Djalos. Edhe dollari ishte i paqëndrueshëm. Ashtu është. Po, edhe pretoni ishte i paqëndrueshëm. Normal. Po, jam edhe unë i paqëndrueshëm, po. Zot na ruaj. Je nga që po tundesh, Djal, po relaksohesh. Duhet të qetësohesh pak, më shiko mua se sa i qet jam. Mendo. Edhe delet për para se të flejnë, vinë më numërojnë mua. Thonë 1 edhe flejnë, ma kupton. Nuk e di, Djalos, ti si fle. Kesh flejma, bo. Po. Djem zuni gjumi në parlament. Interesant. Ko mangë zër buri dhe... Ankë, Djalos, do ta bësh kështu. Për para se të shkosh të flesh, mos e shiko vete në pasqyryry, që mos kesh ankëve gjatë natës. Pastaj, çfarë të ndodhë kur fle, Djalos? Tashi, kur flej, Po. s'maj mërë asë gjo, mërë burë. Mas ne, kur flej, Po. harroj me u zgju, më burë. Edhe kur zgjohem flej gjumë prapë, më burë. E kuptova, Djalos, ti ke arterioskleroz. Jo, këte e shita, bleva i frigorifer. A të duket sikur ke ky frigoriferi që ke bler, ke një elefant brenda? Po, nga e kupton. Nga që rrit dera hap. Ik për lësh. E kuptova, Djalos. Djalos, ti ke nevojë të je si një djalë i cili është shpërqendruar dhe qëndron në cep të pishinës edhe rrëshketeve thyen 3 dhëmbët e para. Qa tha, më burë? Unë mendoj, Djalos, që ti të relaksohesh sa më shumë, duhet që të dalësh për peshkim. Dalëm për peshkim, po, ndroj venin shpesh. Po, pse? Që mos njofim peshqit. E kuptova. Mirë, Djalos, po tani ku do shkosh? Ta shi do shkoj me ven që quhet s'ka qa duhet ty, më. Publicitet.